Historia e fundit në të gjithë ciklin e seksit është historia e Anjolës. Anjola është 31 vjeçë. Pasi martese pa jetë seksuale, ku buri nuk e preku po thuaj kur, ajo njoh një djalë të ri, nuk e di. E shoh këtu, po nuk e di se sa i ri është, ai është 31 vjeç, është e re vet. Gjithçka thot duke i perfekte derisa ai i rrëfeu një fantazi seksuale që Anjola thot e ka të vështirë që ta pranoj, ta mirë kuptoj. Nuk e di tamam, Anjola do na e thot vet. Anjola? Po mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po lexoja pak tek historia që i ke rrëfyer Elonës. Ti ke ardhur nga një martesë pa jetë seksuale. Ç'do të thënë kjo? Do të thënë që ne kemi patur nga 2 vite martesë, unë mund t'i numëroj me gishtat e duarve që së herë kemi fjetur bashkë, që është skandaloze. Po pse ndodhte kjo? Që nuk ja uroj askujt. Do të thënë në fillim ne kishim një herë një lidhje në distancë, që më pas do të thënë erdhi celebrim për ne për të bashkuar bashkë. Jo sepse ishte do të thënë kishte arritur lidhja në atë pikë që okay, tani do martohemi. Edhe në fillim gjente justifikime tipit o jam smur, ose për shumë kur ishim në pushime thoshte o shumë vape të mërshme. Edhe që mua më duke ndonjëherë what's going on, çfarë është kjo? Ndërkohë që unë mendoja mezi po pres ta takoj gjëra të tilla dhe ky filloi pastaj që më thoshte të komplekse që ndoshta isha unë që mendoja too much për këtë gjë. Dhe nga një anë kisha dhe atë kompleksin ndoshta kanë shumë vajza që ti nuk do ta marrësh vetë iniciativën, po do që t'jetë mashkull që ta marrë iniciativën. Edhe do të thënë kisha ngecur pastaj në atë situatë dhe për shumë arsye tjera nuk i jepja dot fund, se kur përfshihesh pastaj nga ana e ndjenjave nuk mendoj kam bërë shumë gabim që nuk e kam stopuar që atëherë, por që vazhdoi gjëja. Sa gjati? Po do të thënë ne u celebruam dhe në pas ne u ndam mbas 2 vitesh gati, ose ndoshta më herët, por që nga kjo gjëja, nga këto herët e pakta, për fatin tim, ngela 7 zana dhe kemi një fëmijë. Dhe sa të pakta ishin këto herët? Kurioze jam se kemi pasur edhe një histori të tjetër që kishte të njëjtin problem. Po në rastin tënd. Nuk di ti numëroj, është shumë pak, ndoshta 5 herë maksimumi. 5 herë në 2 vjet. Po, që është skandaloze. Skandaloze. Ai nuk kishte dëshirë apo kishte probleme me ereksionin? Jo, ai nuk kishte as pak dëshirë. Edhe hera e fundit që unë kam tentuar, ka qenë kur unë kisha veshur lingerie, edhe unë i dola përpara. Të brendshme seksi, po? Dhe po, edhe tani nuk do të mburrem, por unë jam e mirë. Dhe unë i dal përpara dhe ai filloi të qeshje, dhe thotë çfarë është kjo që po bën? Edhe unë aty e mbylla, domethënë që unë me atë njeri edhe sikur të doja ai, nuk do dua më unë. Pra e mbyllë ti martesën pikërisht për këtë arsye? Po, që unë nuk do tentoja më. Por para sa kishte ndodhur një herë që unë kisha ngjesh sa zam, por nuk e dija nga këto shumë herë të pakta. Dhe pastaj për shkak të shtatzanisë, domethënë të zgjati gjëja më tepër. Se është ndryshe ti ikësh kur thjesht ti e martuar, është ndryshe kur është një fëmijë në mes. Patjetër. Po. Dhe mbas këtij personi unë njoha një person tjetër që e takoja vetëm për këtë gjë. Që nuk kisha asnjë lloj dëshire tjetër, nuk e shikoja asnjëherë si partner. Por që ishte shumë i mirë në seks. Në atë qëllim që kishte, po, shumë i mirë. Shumë i mirë. Por që në asnjë moment unë nuk e kam parë atë si partner. Kur thua se kam parë si partner, domethënë nuk ardhur në shtëpi, nuk ishte shumë e qartë. Me fëmijën e kështu nuk e ke menduar. Po, ishte shumë e qartë. Po, ishte shumë e qartë pse ne po takoheshim. Po. Tani je me këtë partner apo nuk je? Jo, me këtë unë takon rrallë dhe stopova, domethënë bëra pauzë disa kohë sepse njoha dikë tjetër, por edhe me këtë në distancë. Që ky dukej shumë djalë i mirë, domethënë nuk ishte red flags. Po. Shumë djalë i mirë në pamje, në sjellje, ky ishte shqiptar. Se ti jeton jashtë, po fal për ta theksuar. Po, unë jetoj jashtë. Duhet të sqaroj pak historitë. Pastaj mbas bashkëshortin e kishe shqiptar?
Po. Po, mbas me shqiptar pastaj kishte marrëdhënie me i tuaj. Që ishte Po, marrëdhënie, Kuba. po, që ishte një marrëdhënie e bazuar Zjarr. purely pra gati e gjitha në seks dhe Po. pastaj njoi një shqiptar online i cili të ka dhënë dhe emocione Po. apo jo? Po, domethënë unë kam arritur, domethënë nuk zgjati shumë, diku 3 javë, por që ishte shumë intensive dhe unë arrita deri në atë pikë sa të mendoj, jo t'ja thoja, por që të mendoja me veten time që si mund të ndodhi kjo gjë, si mund të funksionojë gjitha me radhë. Ne nuk u takuam asnjëherë, ishte në plan, por që ky personi filloi pastaj, mendoj erdhi natyrshëm që të flisë edhe për seksin. Ke 3 javë që e nje apo zgjati vetëm 3 javë? Zgjati vetëm 3 javë kontakti online dhe unë dje e mbylla. Dje e mbylla. Dhe ishte ideal në shumë gjëra the ti, por e mbylle sepse vazhdo. Pse e mbylla? E mbylla sepse gjatë bisedave që ne kishim, që shkonin dhe në biseda erotike po them, ai më tregoi për gjërat që kishte qef, se një nga këto ishte pegging, që unë kërkova në internet, se nuk e dija. Edhe ne e kërkuam në internet. Po. Dhe madje më dërgoi edhe një video dhe unë u skandalizova, u shokova, pavarësisht unë nuk e thash në moment, sepse doja që ai të ishte i lirshëm sa të më thoshte deri ku mund shkonte imagjinata. Anjola, më fal, vetëm ta sqaroj për njerëzit tash, se kjo është nga ato momentet që nuk e dija që kam bër. Po e them me humor, kam bërë gjithatë shkollë për të sqaruar këto tash. Po duhet ta sqaroj. Atëherë pegging, për ju që nuk e njihni, është një term seksual dhe është një fantazi e meshkujve që ua kërkojnë femrave, por e bëjnë edhe femra me njëra tjetrën, ku femra vesh një strapon quhet, që është një veshje veçantë që ka një penis falso dhe pastaj kryen në akt seksual tek mashkulli ose tek një femër tjetër në raste e marrëdhënieve homoseksuale midis femrave. Kështu që në këtë rast, gjatë bisedës që Anjola bëri me këtë djalë, ai sa që fantazia e tij seksuale është që kjo ta blinde pikërisht këtë lloj lodre seksi, pra këtë penis fake, falso, dhe të kryente marrëdhënie seksuale tek ai. Pra siç bëjnë gayt, por e donte nga një femër. Një fantazi e njerëzve që të cilët nuk e di tani se unë kaq nuk u informova shumë, nuk është do të thotë që je gay apo jo? Nuk e di, unë nuk pata asnjëherë guxim ta pyes. Sepse nuk e di, isha thjesht e shokuar, nuk doja ndoshta, nuk e di, të lëndoja egon ose. Ky e tha që e pëlqej shumë të gjë ta kërkoj shumë apo e hodhi kështu si më duket interesante, pra çfarë? Po, ai më tha që kishte ndjente aq shumë kimi me mua, sa që kishte shprenuar imagjinatën dhe mendonte edhe për këtë. Edhe çdo ditë ai e çonte bisedën aty. Sa filloi domethënë të më nervozonte shumë. Okay, pas ka bërë kishte si lajm motivse. Unë nuk jam open-minded, por në disa gjëra jo. Dhe por do mirë kuptoja nëse për shembull një çift që ka nuk e di sa dekada bashkë, është pastaj boring ndoshta dhe duan të provojnë diçka të re. Por në momentin që ti akoma duke u njohur me një person dhe ti tregosh këto gjëra kaq ekstreme ndoshta, unë mendoj që ti e trem tjetrën. Pavarësisht se nga ana tjetër unë mendoj që ndoshta është më mirë që më thashë në fillim, edhe unë nuk humbas më kohë me të. Stopoj që tani. Edhe ndoshta nuk investoj më ndjenja kohë. Se di, po të kishte qenë dikush që është më open-minded se unë, ndoshta mund të kishte funksionuar ajo ditje. Shiko, është interesante, sepse kjo është një lloj fantazie, se fantazi seksuale ka, ato më të rëndomtat janë dua ta bëj me ty dhe me një vajzë tjetër, që është një, ose ka dhe fantazi seksuale si një që dëgjova sot paradite, pra histori nuk erdhi, që i shoqi donte që ta shite këtë me të tjerë, që edhe kjo është dëgjuar. Por të pranosh me pa njohur që do këtë gjë nga një mashkull, sidomos sepse është ajo pjesa e maskulinitetit, dhe kjo është e kundërta e pjesës maskile. Pra kjo është okay tek homoseksuale, por që këtë e kërkon dhe ti je kaq i hapur dhe kaq i sinqert që në 3 javët e para, ose ti Anjola me që jeton jashtë, ke qenë dhe ti shumë e hapur dhe shumë e lirshme dhe i ke krijuar të terren. Jo, nuk kam thënë. Ose kjo është pak e çuditshme apo jo, Jona? Ose është për shkallëzuar fantazia seksuale në 3 javë. Për shkak mund të ketë nisur duke me gjërat të cilat janë
më të njohura, më të pranueshme në fantazitë Jo, seksuale dhe më pas ka arritur të bëj një kërkesë të tillë. Jo patjetër mund të lidhim me të qenit homoseksual, mund të kemi edhe raste të biseksual, që nuk munden ndoshta për arsye të ndryshme të eksperimentojnë me meshkuj dhe mund të kryojnë me femrat. Këto ide. Unë mendoj që ndoshta ai është refuzuar nga shumë femra të tjera për këtë arsye. Dhe ka vendosur shumë atë më thoj që në fillim, që ta ditë ai, okay, të investojnë më gjatë në këtë lidhje apo jo. Mendoj unë, domethënë. A jeton në Shqipëri? Këtë gjë me mua. Jo, edhe ai jeton të diku në Europë. Okay. Jo në Shqipëri. Njola ka kaluar nga historia e parë që është refuzuar praktikisht nga partneri, dhe ka kaluar në një histori tjetër që nuk pajtohet me mënyrën se si shkon çështja seksuale. Nga të gjitha këto, unë do doja ta pyesja Anjolën, cila është më lënduese, domethënë ose si është ndjer secila për të. Të dyja janë shumë keq. Unë do jepja shumë gjëra që t'isha në situatën e Ritës. Nëse Rita vendos të ndahet, unë mund të marr burrin e Ritës që ju përmendet pak më herët, që i duket too much. Unë nuk mendoj se do më duket too much. Kemi më fal se po sheshim se kemi dikë këtu nga meshkut që kishte filluar gjatë të bënte mbledhëri me mendjen e vet. Me këto raste, se ndoshta janë kombinime seksuale të gabuara. Po ja ku doli ti e fundit që unë anonim jam. Gjithsesi, unë shoh që ka diçka këtu që tek eksperiencat e tua, janë vetëm këto eksperienca seksuale që ke pasur? Po. Pra, në të tëra ka një shkëputje midis emocionit edhe seksit. Tek e para pra e donte burri, po seksi ai nuk e dëshironte. E tek e dyta ishte vetëm seks pa emocione? Jo, ajo ishte në tërësi një martesë problematike, nuk është se ishte okay në aspektet e tjera dhe çalonte vetëm aty. Po pra, do të thënë marrëdhënia me seksin nuk është nuk e ka pasur asnjëherë atë mundësinë që të dashurohet, të ketë atë seksin pasionant, kimin mes dy njerëzve të dashuruar. Ndoshta Njola kjo të mungon. Që ketë me ndjenja. Po patjetër, dhe mendoj kjo më ka shtyr mua që unë të takoj këtë personin. Doli. Jo këtë që kisha këtë njohur, sepse unë një herë një kohë edhe u fiksova që mungesa e intimitetit edhe mund të krijoj probleme shëndetësore. Dhe nuk e mohoj, kisha një mungesë shumë të seksuar, dhe mendova, okay, pse jo? Mendova është okay më mirë me një person që domethënë ti takon gjithmonë të njëjtin person se sa me persona të ndryshëm. Dhe për herë pas herë, për shembull, ka pasur raste që unë e kisha lënë për ta takuar, dhe pastaj unë anulloja, sepse kisha kështu mixed feelings që okay, a është kjo gjë e duhur? Domethënë një vendosja ca epitete vetes, domethënë për pak sekonda, edhe se që unë merrte më shumë. Por, në ana tjetër, mendoj ditë të sotme, flas edhe për ndoshta disa vajza të tjera që njoh, është bërë shumë vështirë që ti të njohësh apo të gjesh një mashkull normal. Nuk po them një princ të kaltër, por një djalë normal. Është bërë shumë e vështirë. Në ç'kuptim? Çfarë është normali për ty? Normal për mua është dikush që ka dëshirën të investohet në një lidhje, dhe ke dëshirën që ta bëj të funksionojë. Të investohet tek ty në ndjenja, në kohë, në intimitet, të takoj, se çfarë ndodh nesër pas nesër, okay, ndoshta nuk përputemi, por që ta ke dëshirën që të funksionojë, jo të niset me idenë që okay, kjo do jetë vetëm për intimitet. Ose siç ka qenë në rastin tim të parë, që të niset me idenë, okay, unë thjesht ta kem një grua të shtëpia, por ndërkohë nuk ka asnjë lloj intimiteti me gruan. Edhe kjo është shumë keq. Pra të ke dëshirën që ti bëj gjërat të funksionojnë në të gjitha aspektet e tyre. Është një iluzion i joni që ne duhet të gjejmë patjetër dashurinë në jetë. Jo të gjithë kanë, domethënë duhet ta gjejnë, nëse s'bën. Nuk është askund e shkruar apo e premtuar që do ndodh. Dhe së dyti, në rastin e Anjolës, është akoma re. Ka akoma mundësi për ta eksperimentuar ose për ta zbuluar nëse do jetë do ketë krah një person siç ajo e meriton ose e dëshiron.
Po Nuk për e ti tani di. më bërë më pesimiste, sepse the që jo çdo kush ndoshta duhet ta Po, gjejë këtë do ta dashurin. pranojmë. Unë Është dëshiroj pjesë ta e gjej. jetës. Më fal, po kjo Unë është dëshiroj ta pesimizëm, gjej. kjo është realizëm. Jona është shumë Jo, realiste, po këtë nga ana tjetër të dha thua. optimizëm se tha je akoma e re. Po. Nuk tha që nuk ekziston, por mendoj që kanë qenë të treja rastet që të kanë ndodhur dhe besoj që te treta është e vërteta. Besoj te katra do rregullohet se edhe Terezi shumë nuk kemi Anjola me eksperimentuar shumë me këta njerëz. Por ndoshta edhe ti duhet të kuptosh, sepse martesa e parë me sa kuptova unë ishte një martesë në distancë, nuk e njihje, u nxitove. E dyta ti ishe përgatitur që ta kishe pa emocione, pra u përgatite. Tek e para u përgatite ndryshe, tek e treta u hodhe sepse edhe fakti që ishte ndoshta edhe shqiptar, diçka tjetër. Dhe për 3 javë, domethënë kur keni arritur në këtë bisedë online, tash nuk e di, ndoshta dhe arrit se më shpejt. Në këto lloj gjërash, ndoshta edhe këtu është edhe ky është një leksion, mund t'i marrësh dhe si mësim me këto, edhe se si ti e ke qasje ndaj marrëdhënieve. Që edhe se çfarë kërkon, se diku nuk e as ti faj se diku të bë seksi problematik, që nëse do ishte marrëdhënia e parë jo problematike, seksi do të ishte një pjesë, por nuk do të kishe një lloj etje apo kurioziteti dhe të pengohesh e rrugës, sepse duhet patjetër të mbushë një nevojë bazike tënde. Dhe pastaj Pikërisht. të kalosh edhe këtë pjesën e kontrollit, që të kontrollosh një marrëdhënie tjetër dhe të përgatitesh që ajo s'do jetë asgjë tjetër vetëm emocion. Pra unë them që nëse Jona thos ka dashuri, unë them që në një marrëdhënie e cila mund të quhet dashuri pra sa quhet ose çfarë tjetër, normaliteti këtu nuk është të gjesh mashkullin normal, por edhe ti, për mua normaliteti yt është që ta shohësh normalisht marrëdhënien, sepse është e dyta histori që dëgjojmë në këtë program që kanë qenë martesa në distancë direkt dhe nuk është provuar seksi e para. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë se neve vazhdojnë njerëzit provojnë seksin mbas martese, por shpeshherë seksi është kaq surprizues, kështu që është mirë që me atë njerëj, që tash është më ndryshe, të provosh edhe marrëdhënie seksuale. Kështu që ndoshta ti do një normalitet në fazat e një marrëdhënie, pra të njohësh, të dalësh, ta kuptosh, ta kesh afër as online, të shohësh ato scenet, gjërat, veset e tij, çfarë thot, si përgjigjet, bot kuptimin, dhe pastaj besoj që në fund kur të vi diskutimi i fantazive seksuale, që nuk mendoj Jona që pse do të vi kaq herët fantazia seksuale, s'është, domethënë siç e thamë, jemi thënë gjatë gjithë programit, intimiteti, ai fjala intimitet është kaq e bukur, dhe në intimitet mund të diskutohen, dhe madje në seks e sipër janë ca fantazi që nuk diskutohen, por pa pritur bëhen. Dhe bëhen në seks e sipër, kur je komplet i shkrir, mish, edhe s'po e vazhdoj më fjalin. Se është çik vonë, por kështu që dhe këto ndodhin në një marrëdhënie të shëndetshme, mendoj unë, ku këto diskutime bëhen dhe mund të ketë dhe njerëz të tjerë që mund ta kenë menduar këtë ose ta thonë. Për mua nuk është problem që ky tha këtë lloj gjëje, se ka shumë lloj gjërash, sa të tjerë mund ta kenë shumë të tjerë dhe nuk e thonë, por problemi është që si janë nisur të 3 marrëdhëniet, mendoj unë. Po, e para një herë tek marrëdhënia e parë që ka hequr dorë, domethënë kur e ka kuptuar që nuk mund të marrë më diçka që ajo kishte nevojë, ka vendosur të heqë dorë, sepse dorë më herët se historia tjetër. Po, sepse ka ndodhur një refuzim, dhe refuzimi dëmton në vetvlerësimin ton, njerëzisht dëmton dhe një burr kur refuzohet, por po të shikojmë historitë, burrat arrin të marrin në fund ato që duan, dhe janë gratë ato që përjetojnë fajin. Dhe gratë që përpiqen deri në fund të bëjnë të pamundurën, ta kthejnë situatën, ta rregullojnë, dhe ndodh që nuk bëhet. Domethënë heq dorë, duhet heq dorë dikush. Dhe në këtë rast më vjen mirë që Anjota ka dëgjuar atë çfarë ka pasur nevojë. Duke kaluar më pas në atë pyetjen që kishte ose ngritje pak më vonë, që ishte a jam unë mendje hapur mjaftueshëm për ta pranuar një fantazi seksuale të tillë, jo gjithmonë lidhet me të qenit mendje hapur në një raport intim ku kërkohen edhe fantazi të tilla. Është dhe sa ti e toleron vetes X gjëra, sa dëshiron ti të përfshihesh. Pikërisht, a dëshiron ti të përfshihesh në këtë, dhe nëse ti nuk dëshiron, është përgjigje e pyetjes. Jo patjetër mund të jetë. Unë prap kam ngul që këto muhabetet e fantazive seksuale nuk bëhen, si të them, në të thatë. Në kërkesa. Po ta them një çik pak dirty, bëhen në të njom, edhe them realisht. Pra në seks të njomur, në të njomurin e seksit, në nxehtësinë e seksit.
se ose kur janë çiftet që kanë qenë bashkë prej kohësh, do të thënë kanë intimitet, kanë besim te njëri tjetri dhe bëhen. Dhe atje pastaj nuk i dihet se çfarë ndodh, ndoshta në atë moment, në atë lloj nxehtësie mund të jetë kjo ose mund mos jetë. Unë nuk para i gjykoj, përveç se mund të jenë fantazi seksuale që janë pak perverse ose të jashtëligjshme që dëmtojnë njerëz apo qenie të pambrojtura. Unë këto të tjera personalisht nuk i gjykoj, nuk më s'po bëj përshtypje fare, sepse universi tash duhet ta dini edhe nga Freudi, nga këto se si është truri njeriut edhe se si janë fantazi seksuale dhe janë shumë gjyshe, janë të jashtëzakonshme. Një pjesë vihet në punë, një pjesë nuk vihet. Ka njerëz në partner në jetën tonë që mund të bëjnë shumë gjëra, ka dhe partner që i duan por nuk i diskuton kurrë me këto. Pra varet se kush ta krijon relatin. Por në këtë lloj mënyre se si e tha ai dhe mua mu ta them kështu shkoqur si mënyrë kafshërore që a e bën ti këtë gjë, prit olla se ti as erë trupin nuk ja di tjetrit. Akoma, patjetër që duhet të ikësh dhe patjetër që kjo le të jetë se neve nga çdo çudi duhet marrim leksionet tona, atje dhe leksion për anjolën, ndoshta edhe që atë pasigurinë që ndoshta ka përfituar nga marrëdhënia e parë dhe me seksin dhe me veten, të punojmë me atë dhe thash të futesh te kjo gjë te normalja e fazave. Por kjo s'do të thotë që do jenë të tilla historik në jetën e anjolës. Jo, nuk. Ka dhe histori pasionante pa dhe fantazi vetëm për njëri tjetrin. Fantastike. Çfarë fantazie tjetë, vetëm pasioni, ka lloj historish. Po të bëhet në këtë mënyrë, të thuhet kështu është idiote. Por edhe fakti që anjola të tre historitë nuk i ka, pra nuk ka atë gjën e një historie që takon dikë njifer, siç e thash, pastaj bën seks, zbuloni seksin bashkë edhe e tjera, pra. Se mund të them gjithmonë që ka diçka pse përsëritet ajo dhe pse duan të tërë. Ndoshta ti je si dakord Jona? Po pse përsëritet? Pse ne duam ca gjëra, pse të tërë ndrojnë për atë gjën? Pra kur e takon e dashuron, do të rish me atë, mendjet puqen për atë si thua idealen brenda çfarë mendje ke ti dhe çfarë pushje do ti. Kupton, jo idealen e të tërëve nuk është e njëjta. Po atë nuk e ka pasur. Pra një marrëdhënie parë pa e njohur tjetën dhe pa e njohur seksualisht, një marrëdhënie dytë që unë këtë nuk e dua, se ndoshta mund të ishte edhe dashuri, për shembull. Ajo e dyta, dhe kjo e treta është shqiptar interesante, flasim edhe kalojmë për 3 javë në një diskutime erotike dhe në këto diskutime. Njohja që ose rastësi që ka ndodhur në jetën e anjolës përcaktojnë atë që është anjola. Jo, absolutisht. Mua më pëlqen që i ndërpret me njëherë, që i kap sinjalin dhe nëse nuk i pëlqen ikën. Anjola realisht në historinë e parë ne kemi pasur histori tjetër të një gruaje që vazhdon është një marrëdhënie me një bashkëshor, po bashkëshor e vet që është aseksual dhe është akoma dhe tani ka filluar që tani pas shumë vitesh e ka marrë seriozisht, pra ka diskutuar me familjen dhe është gati në prag të divorcit, kurse ti ke marrë me njëherë vendimin dhe më pëlqen që kthjellimin e ke shumë të shpejtë të situatës. Jo, unë vendimin në ato kohë mora sepse siç thash nuk është ishte vetëm ky problemi, por ishte komplet një martesë disfunksionale. Dhe kjo normalisht që të shtyn akoma dhe më shumë. Por unë mendoj që në momentin që ti mund të kesh një lidhje shumë të konsoliduar, por në momentin që stopon intimiteti, mendoj është një problem shumë i madh. Sepse ai është pikërisht momenti që 2 persona bashkohen, është thjesht diçka që ti nuk e bën dot me asnjë person tjetër përveç se me partnerin tënd. Dhe në momentin që nuk është më ajo, mendoj ndërpritet edhe komunikimi dhe në mos sot nesër do krijon dhe probleme shumë të tjera më të mëdha. Dhe patjetër që unë do jepja prap fund diçkaje nëse ndodh kjo prap. Pavarësisht viteve. Dhe për këtë arsye ndoshta edhe këtë radhë, mbas 3 javëve që unë e pash okay, kjo nuk është çfarë unë dua, e mbylla direkte. Nxjerr një leksion. Po gjithmonë nxjerrim leksionen, kështu që është mirë të nxjerrësh gjithmonë leksionen dhe mos ta fajsosh veten shumë, se ndodhin ca gjëra ndodhin. Siç po e thonim, nuk duhet të ndaloj vetëm me këto njohje ose mundësi që ka pasur, pasi mund të kuptoj edhe pak përmes këtyre eksperiencave çfarë ka kuptuar te vetja vet, çfarë shikon te një person në takimet e radhës. Pak a shumë janë eksperienca.
Tani meqense historia e fundit preku dhe fantazitë seksuale, jam kurioze, se mora edhe një rast që dëgjova sot të fantazisë që i shoh që kishte kërkuar pra të shite gruan me të tjerë, me meshkuj të tjerë, dhe ajo kishte ngelur pak. Deri ku mund të jesh mendje hapur, edhe në një çift, deri ku mund të jesh mendje hapur? Edhe a quhet mendje hapje kjo? Pra, mundje ose mendje ngushtësi nëse refuzon. Si mund të përballesh, pra si mund të, përveç asaj që thashun që ndoshta mund të ndodhë gjatë seksit, po çfarë duhet të bësh nëse ti kërkon partneri ose të thotë gjë të tilla, se ka pafund histori, pafund fantazi. Ti gjatë rritjes fiton edhe vetdije shumë të madhe për veten. Edhe mund të arrish të kuptosh diferencën e asaj që do dhe të imponohet. Se ndonjëherë kur jemi të rinj, pra kur ka një diferencë shumë të madhe mes partnerëve, ai që është partneri në këtë rast, më i madh në moshë, mund të bëj orientimin dhe imponimin e gjërave, duke marrë konsiderat që partnera është më pak me eksperiencë, le themi. Dhe në atë moment ai mund mos e kuptoj se çfarë ka nevojë ose çfarë do. Dhe mund të përfundoj duke eksperimentuar dhe të kuptoj që ajo nuk ishte eksperienca që donte. Dhe ka shumë persona që kanë krijuar traumë nga këto eksperienca ose eksperimente që zhvillohen në marrëdhënie në çift. Por në rastin konkret ka vetëdije. Pra është e qartë se çfarë do, dhe pikërisht ajo pyetja që i erdhi në mendje, nëse jam mendje hapur apo mendje mbyllur që unë nuk e pranova këtë gjën, mendoj se është më shumë vetëdija që po të përgjigjet ty. Që ti nuk e dëshiron këtë. Prandaj janë jo patjetër çdo gjë të vija aprovuar, ose fjala siç po e thoni, fjala seks që të përmendet kudo, vetëm sepse unë mendoj se jam mendje hapur, pra ta dëshmoj se çfarë bën jetën time private. Në çdo gjë ka një limit që e përcakton ndryshimin. Meqense jemi dhe në mbyllje, Anjola, ti je historia e fundit dhe kemi pasur pafund histori për seksin. Nuk e prisja në fakt, por kanë qenë pafund histori të ndryshme, të jashtëzakonshme dhe shumë interesante. Por me që jemi në fund, edhe me që po flasim për seksin, kuptova diçka që e thash pak më parë. Duke qenë se seksi është komunikim, është mirë që ta kapësh në fillimin e marrëdhënies të lloj komunikimi si e ke. Por a ja vlen nëse në komunikimin e seksit nuk është diçka e jashtëzakonshme? Nuk po them për rastet ekstrema, seksualizmin e këto, po them për që nuk është ajo që ti pret. Por a ja vlen ta sakrifikosh marrëdhënien dhe gjërat e tjera që mund të ofrojë njëri, sepse nuk është seksi aty ku duhet? Varet sa e rëndësishme është për ty. Po mund të jetë i parë, të tjera mund të jetë nuk mjaftojnë gjithmonë. Mund të jetë një baba, mund të jetë shumë i dashur me ty, të jep dashuri, familja, nuk e di, shumë gjëra që shohin njerëzit për të martuar. Ka persona që kanë shumë të rëndësishëm pjesën e seksit. Ti mund të jesh shumë i mirë në çdo aspekt tjetër, ata kanë nevojë atë lloj përmbushje. Dhe mund të përmbushesh nga të gjitha këto gjëra të tjera nëse nuk është seksi në rregull? Duke që jo, në çdo rast. Po e thash edhe një herë kështu si përmbyllje. Jo të çdo njeri. Pra duhet ta gjykojmë seksin, duhet jemi gjykues ndaj seksit, ë? Gjykues në kuptimin që ta analizojmë, mos ta marrim që okay, hajde se rregullohet rrugës. Patjetër, për ata që është e rëndësishme. Ti mund ta zbulosh edhe gjatë rrugës që qen ka rëndësishme për ty. Mund mos e dish në fillim të marrëdhënies. Prandaj ne fillojmë fajsojmë veten pse nuk e kuptova në fillim, nuk mund ta kuptosh gjithmonë në fillim se çfarë ti dëshiron nga një person ose një marrëdhënie. Jo, ka dhe raste që mund të jetë seksi mrekullueshëm dhe pastaj fiket komplet, kalon ose bëhet normal, pastaj bëhet normal, po. Ikon misteri dhe përfundon e tillë, por ai person që e ka të nevojshëm në forma të caktuara, ka person që doan të fillojnë nga fillimi marrëdhënien vazhdimisht që ta ndjejnë atë efektin e parë, të tjerë pastaj që stimulojnë me të njëjtin person. Kështu që ndryshon edhe kjo. Por po kuptojmë që seksi të smur të deformon si individ në disa raste. Kalon depresion, po. Ka shumë efekte që shkojnë përtej asaj që ne ose dinim. Shumë i rëndësishëm dhe Anjola mua më frymëzove që me historinë e fundit të fantazisë së tij mashkullit, më frymëzove që ne gradualisht në të ardhmen të bëjmë një program për seksin dhe meshkujt, sepse problemi këtu ishte që kanë folur vetëm gra. Kanë folur gra për pjesën e tyre, por unë mendoj që edhe meshkujt kanë vojtjet e tyre, pse ai nuk do të bëj seks, pse ka dëshirë, nuk ka dëshirë të bëj seks, pse ka këtë lloj
fantazish që janë gati fantazi homoseksuale, pra nuk janë dëshira e gjithë meshkujve që të bëjnë këtë gjë që ta kërkojë ai. Pra është shumë interesante bota mashkullore dhe është aq e pa eksploruar, kështu që ne do përpiqemi në vijim, shumë do përpiqemi, ndoshta edhe mbas një viti, 2 vitesh, 3 vitesh kur të jemi këtu. Po jo realisht që të kemi një program kushtuar meshkujve dhe seksit, sepse nuk flitet fare, domethënë dim shumë pak. Çfarë pas e ka organi seksual, a e bën as e bën mirë, por vuajtjet e atyre dhe gjykimet që mbasin meshkujt. Doja ta theksoja këtë se kisha fiksim ta theksoj në program dhe gjykimet që mbarsin këta meshkuj me vete dhe peshën që kanë ato për të qenë mashkull në krevat, pra për gjithkohës, për të jetë gjithkohës, Madje po mendoja te kjo pjesa performativ tamam, te kjo pjesa që ky të kërkoi të bëje atë gjë që fakt e bëjnë meshkujt, tash I do lodhemi ne, domethënë po ti e punë ty, një punë që shqyrë unë them nga një anë që e kanë meshkujt. Por që edhe jo, domethënë nuk është ai e kërkoi fiks, por që tha mua më pëlqen kjo. Po pra, po e ka fjalë thashë me shaka që ajo është një gjë që e bëjnë meshkujt dhe është fizikisht është pak e lodhshme, por akrat. Po unë do të mbaj rolin tim. Po pra, kështu që ne kemi atë fat që kemi te ky roli jon. Është pak ironik fati. Ja një holot. Po pra, pak ironik. Tamam, e ka. Është vërtet. Si Jona në qetësinë e saj tha, i bash super batut. Me gjithë historinë e saj. Po, por që thash edhe ata duhen pyetur një ditë, edhe duhet diskutuar se ka një kuriozitet I jashtëzakonshëm edhe për femrat, dhe ndoshta femrat e marrin si të mirëqen rolin e atyre. Apo jo, Jona, ti e di më mirë. Po unë besoj që sidomos tek pjesa e seksit ka shumë vujtje aty tek meshkujt. Tek meshkujt, po. Edhe ka shumë të dukshme lidhjen. Që në njohje fillon angsti I meshkujve për performancën që mund t'i presi pas asaj darkës apo aperitivit apo pijes, sepse ata fillojnë dhe mendojnë se si do dukem unë. Pra ka një presion të jashtëzakonshëm, sa çon edhe në impotencë më pas, në frikë. Për të pasur marrëdhënie të reja, kështu që ndikon, dhe ato kanë peshë të jashtëzakonshme që ne I zbulojmë në terapi, po janë kudo, janë shumë përhapura në komunitet. Njëra unë falenderoj shumë. Kënaqësia ime. Edhe të përgëzoj shumë për vendimet e shpejta që merr për të mbrojtur veten edhe atë vetë në gjerësimin që ke si Jona, dhe unë Jona të falenderoj shumë, bërë edhe terapi siç e doje. Do ta përsërisim prapë në vazhdim. Ne ndërkohë do shihemi javës tjetër me një temë të re që keni surprizë derisa të dalë reklama.